Mirza, mirëmëngjesi, linja për ty. Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi të gjithë shikuesve të Koha Vizionit. Sot jemi këtu te kompania rajonale e ujësjellësit, ku do të diskutojmë kryesisht për instalimin e ujmatësve digital dhe pra me është zëdhënësja Arjeta Mjeko, e cila do të diskutojmë fillimisht për këtë. Mirëmëngjesi e nderuar, faleminderit që pranuat të zhvillojmë këtë intervistë bashkë. Mirëmëngjesi edhe për juve, faleminderit që keni ardhur dhe jeni interesuar për çështjet që janë më rëndësi për konsumatorët. E kemi parë njoftimin e fundit që do të filloj instalimi i ujmatësve digital, e pse kryesisht në Breg të Diellit? Po ky është një pilot projekt, fillimisht duhet cekur dhe falenderuar Bankën Gjermane për zhvillim, sepse është një grant nga KfW. Do të filloj si pilot projekt në lagjën Bregu i Diellit, sepse ka ujmatës më të vjetër, dhe fillimisht do të bëhet inspektimi, verifikimi i mbi 1800 konsumatorëve, ujmatësve. Do të dalim në terren nga dita e nesërme, njëherë bëhet verifikimi dhe pastaj fillohet me instalim të ujmatësve kur arrin në vendin tonë. Kjo është e mirë për konsumatorin në veçanti, do të jetë një faturim më real, më i sakt, do të ketë humbje më pak, humbje të ujit, dhe gjithçka do të jetë transparente. Ky është një sukses i radhës i Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina, që për fokus ka instalimin e ujmatësve smart meters, ujmatësve digital në gjithë zonën e shërbimit, por si pilot projekt do të filloj në lagjën Bregu i Diellit. A lidhet kjo me ankesat e qytetarëve që kanë bërë për ujmatëse të tjerë që kanë qenë, edhe a ka qenë ky projekt i planifikuar më herët, apo tash ka ardhur si një reagim i vëndshëm? Jo, nuk është reagim i vëndshëm, sepse projektet planifikohen qysh kohë më herët, por është një grant nga qeveria gjermane, dhe normalisht që ankesat e qytetarëve kanë qenë të shumta, jo po punon ujmatësi, nuk po punojnë ujmatësi, por edhe këto ujmatësi digital masin më mirë, më sakt, më transparent, ka humbje më pak të ujit, ka vjedhje më pak të ujit, pra gjithçka është në të mirën e konsumatorit, por edhe të Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina. Ujmatësit a do të kenë edhe nëpër komuna tjera, a keni planifikuar, apo do të filloj njëherë në Breg të Diellit, pastaj? Po, si pilot projekt do të filloj me lagjën Bregu i Diellit për të vazhduar në të gjitha zonat e shërbimit. Është përfolur edhe për rritjet e çmimit të ujit. Çfarë është e vërtetë? A ka shtrejtim në periudhën e ardhshme? Ne me qëllim nuk kemi përgjigjur pyetjeve të disa mediave për shtrejtim të rrymës, sepse autoriteti rregulator për shërbimet e ujit janë përgjegjës për rritjen e tarifave, bazuar në kërkesat tona, dhe ne nuk mund t'japim asnjë deklaratë sa i përket rritjes së çmimit të ujit, kur dihet që është një produkt i lirë, është më i liri, më lirë se çdo ushqim tjetër, më lirë se çdo produkt tjetër. Por u alëm më 31 dhjetor autoriteti rregulator për shërbimet e ujit të vendos për tarifën e saktë të ujit dhe kanalizimit. Çdo vit shumë qytetarë përfundojnë tek përmbaruesit. Pse po ndodh kjo? A do të ndryshoj ky sistem? Po qysh me ndryshu ky sistem kur për shërbime tjera paguajnë vazhdimisht, paguajnë çdo muaj, paguajnë për internet, paguajnë për energji elektrike, ndërkaq borxhi i qytetarëve ndaj Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Prishtina është mbi 45 milion euro. 20 milion euro është vetëm sektori shtëpiak, 5 milion euro janë bizneset. Kanë vetëm edhe 14 ditë afat që t'i përmbyllin obligimet financiare për shërbimet ujësjellësit, nëse dojnë të shmangin në lëndës të përmbaruesi privat dhe shkyqjes nga shërbimet e furnizimit me ujë. E kemi parë edhe shumë ankesat e qytetarëve që po ka shumë reduktime të ujit, ndalesa të ujit. A do të ndihmojnë këta ujmatës digital të rinj tani për mos reduktime të ujit? Po, ky është një modernizim i sistemit të furnizimit me ujë, se normalisht kur vendosin ujmatësi digital, do të jetë edhe furnizimi me ujë më i mirë dhe më transparent, edhe gjithçka do të jetë mirë sa i përket një furnizimi të qëndrueshëm me ujë. Nga cilat burime furnizohet aktualisht Prishtina, edhe kësa varet furnizimi nga Shkabaj dhe Iber Lepensit? Realisht, kur kemi turbullir në kanalin e Iber Lepensit si shkak i punimeve në kanal dhe turbullohet në masë të madhe uji, është e pamundur të trajtohet uji në impjantin e trajtimit të ujit në Shkabaj, dhe kjo afekton fillimisht zonën e Drenasit, Fush Kosovën,
lagjën Kalabria, por në moment që nuk punon impjanti trajtimit të ujit në Shkabaj, ne duhet të punojmë me kapacitetet plota në impjantin e trajtimit në Albanek dhe Badovc, në mënyrë që ta bëjmë një shpërndarje të barabartë të ujit për secilin konsumator. Pra turbullira e ujit në kanalin e Ibër-Lepensit ka çrregulluar furnizimin me ujë të pishëm në zona që i përmenda, por edhe në disa pjesë të kryeqytetit, sidomos gjatë orëve të natës. Por tashmë kemi informacion se furnizimi është stabilizuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kaq nga kjo lidhje direkte, e kaloj linjën tek ju në studio. Irza, faleminderit përsëri edhe për këto informata të cilat i diskutove dhe i ndove bashkë me ne.